Jam shumë e lumtur që punoj në fshatin tim dhe nuk e ndroj me asnjë fshat as me qytetin e Klos fare, pavarësisht vështirësive që ka patjetër, se vështirësi ka rruga, ka largësia. Ka 8 vjetë që punoj në fshatin Bërshi, pa ndërprerje, ku është vendlindja ime, janë njerëzit ku unë jam lindur, jam rritur në këtë fshat. Gjunaf me thonë drejtën për fëmijët që tani po lindin edhe shumë pak në krahasim me vitet më parë dhe nuk kanë gatituar moshatar fëmijët që të lozin njëri me tjetrin, nga që prindrit janë larguar, kanë marrë fëmijët me vete dhe janë larguar në emigrim. Më vjen keq se ne kemi qenë në kohën tonë, kemi qenë shumë fëmijë edhe normalisht loznim, ndërsa tani fëmijët kanë ngel me telefona, sepse nuk kanë as me këtë luajin. Unë 6 vjetë kam ardhur në Kam, nga fshati Fullqet në fshatin Bërshi. Në 7 pa i çerek nisesha për shtëpi që të vija në orën 8 tek ambulanca. Në fillim, pastaj si kaloi ca kohë, më sillte bashorti me motor normalisht, më sillte mua në 7:30 të puna dhe shkonte vetë në punë. Sepse ishte edhe vetë në punë, detyroheshim të çoheshim herët, lishim fëmijët duke xhum dhe vishim ke puna. Sepse është çik larg, me thënë drejtën, me ardhur në Kam nga atje këtu. Tu e pa që ishte e vështirë dhe kthehesha shumë vonë në shtëpi, se normalisht deri në 3:50 duhet isha në punë. U detyrova sepse mjeti, qoftë makina, qoftë motorri, nuk është luks, është thjesht që janë të nevojshme në jetën e përditshme të njerëzve. Pastaj bashorti më ndihmoi, patjetër me ndihmën e atij mësova motorin. Dhe jam shumë e lumtur sepse përveç faktit që kam më shumë kohë të lirë vetë, unë ju shkoj njerëzve shumë më shpejt në banesë kur kanë nevojë për shërbim shëndetësor. Nuk mund të them çuditshëm, mundësisht kanë thënë bravo të qoftë, sepse me vërtet mund të jemi një vend i vogël dhe mendojnë që paragjykohemi, por nuk mendoj që të mësosh motorin është të paragjykohesh dhe njerëzit absolutisht që s'më kanë paragjykuar asnjë. Koha kur ka qenë patjetër më e vështira gjatë karrierës time si infermiere ka qenë periudha e Covidit, kur në çdo moment duhet ishe këtu po bëje një mjekim, një terapi, diku tjetër bëte dikush telefon të kërkonte dikun tjetër. Ma e mend për vitin e ri, atë vit ka qenë 2020, duke u fut 2021. Unë kam qenë në shtëpinë e një pacienti, ka qenë një paciente që ishte merr terapi të Covidit. Në momentin që i bëj terapin, mas glicemin dhe pacientja del me një glicemi shumë të lartë, normalisht kontaktoj me mjeken që i kishte dhënë mjekimin dhe më thot patjetër që duhet vinë të marrin insulinë në Klos. Kam prit aty te shtëpia, sa ka shku fëmia e vet, i ka marrë insulinën, e kemi bë, kemi net aty gjatë, do të thonë deri në 6:30, 7:30 në janar bëhet fjalë të darkës dhe në atë kohë ka pas shumë fluks, shumë njerëz kanë qenë me oksigjen shumë të ulët dhe kanë qenë të gjithë me terapi, gati thush për 3 çereku kanë qenë me terapi në shtëpi se kishin frikë të shkonin në spitale. Po patjetër me kënaqësinë më të madhe nga puna dhe gjithmonë presin thotë inshallah nuk vjen më për mjekim, po hajde të pim kafe. Kënaqësia më e madhe është patjetër vlerësimi i pacientit dhe kur e sheh që pacienti është drejt shërimit, drejt përmirësimit, dhe normalisht uratat që t'ju japin për mua janë si me qenë nënësime. Nuk ka ku të shkojmë, po të ikin dhe më tepër ku do ngelemi. O jam shumë dakord, gjithë secili sapo të mbarojnë në shkollën mundësisht nuk po i lejnë fëmijët me bënë gjimnazin, që për mendimin tim gabim shumë madh bëjnë, se po duan t'i çojnë në Francë, t'i çojnë në Angli, t'i çojnë edhe minoren, si t'i largojnë nga Shqipëria, po gjunaf është për prezin që po vjet, gjunaf është për popullsinë, gjunaf është për nonat tona që kanë ngel vetëm. Kanë boka 7 kalamaja, s'kanë asnjë aty. Në fillim të them drejtën, më ka lut edhe mu, bashorti tha, shkojmë. Por unë nuk kam pranuar, nuk e di, nuk kam pranuar të shkoj, me thënë drejtën. Vërtet është paga e ulët, por ka një diçka plus për mendimin tim. Jam afër familjes time. Unë do ju thoja vetëm që patjetër shkolla është kryesorja, që njeriu patjetër që duhet të studiojë. Unë ju jap një këshill që të gjithë të rinjt mundësi për punë kudo që të jenë të kërkojnë në Shqipëri dhe jo jashtë saj.